E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, falenderimet dhe lavdrimet me kulmore i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ata e falenderojmë, ata e madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë që nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përpos Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Tij. O vëllezër, ky din madhështor, kjo fe e jonja madhështore, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka zgjedh neve t'jemi në këtë fe, e nuk ka dyshim se ajo çka është më e rëndësishme është që njeriu i cili jeton në këtë dunja dhe të gjithë njerëzit të cilët jetojnë në këtë dunja e kërkojnë një sen të rëndësishëm. E seni i rëndësishëm të cilët e kërkojnë njerëzit është lumturia. E na do të flasim shkurtimisht për sekretin e lumturisë. E cili është sekreti i lumturisë, o vëllezër? Kur njerëz mundohen të kërkojnë lumturinë në gjëra të cilat nuk munden me arrit lumturinë, mundohen të kërkojnë lumturinë në pasuri, mundohen të kërkojnë lumturi në pozita, mundohen të kërkojnë lumturinë në shumë gjëra tjera të cilat nuk mund të arrisin. Edhe po që se thojnë ata, o kënaqëm na, s'kan me mujt, edhe s'kan mujt me arrit lumturin. Për shkak se lumturia e vërtet, lumturia është e vërtet është kur te ju ke bind Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, men amile salihan min dhekarin au untha, wa huwa mu'min. Thot kushdo që bën vepra të mira prej mashkujve ose femrave, duke qenë besimtar. E rëndësishme është me qenë besimtar e Allahu Gjelle Gjelaluhu, me besu Allahun, me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe me adhuru Allahun Gjelle Gjelaluhu, wa huwa mu'min. Çka po thot pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, felenuhjiennehu hajaten tajjiba. Po thot kushdo që bën vepra të mira prej mashkujve ose femnave, duke qenë besimtar, këto po e veçan që vetëm për besimtar, felenuhjiennehu hajaten tajjiba. E thot atëmve besimtarve do t'i japum jetë të mirë, do t'i japum jetë të lumtur. Pra lumturia e vërtet është kur te e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. Lumturia e vërtet është lumturia e shpirtit, nuk është lumturia e trupit. Por te kur të arrin me kënaqë Allahun subhanahu wa ta'ala, do të lumturohesh në shpirtin tënd dhe do të lumturohesh në jetën tënd. Lumturia e vërtet është kur te ki iman. Lumturia e vërtet është kur ti je afër Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e nje Zotin ton dhe e fal namazin edhe asnjëherë nuk e lë namazin. Bën përpjekje që me fal namazin, por nëse ti e lën namazin ose largohesh, atëherë jeta jote vështirësohet. Për këto thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa innahu ma'ishatan danka. Thot kushdo që jo largohet dhikrit për mendjes së Allahut subhanahu wa ta'ala, thot Allahu, na do t'i bëjmë ati një jetë të vështirë. Për terisa jo largohet Allahut, do t'i bëhet një jetë e vështirë. Nëse i bashkojmë tash ajetin e parë që e përmenëm, felenuhjiennehu hajaten tajjiban, i jepet një jetë e lumtur. Allahu po thot për ata që besojnë Allahun, e njohin Allahun, e adhurojnë Allahun. E këto po thot ata që e lajnë përmendjen e Zotit. Nuk e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, fa innahu ma'ishatan danka. Jo jepet mjerem në jetën e tyne. Edhe nëse ata
kanë pasuni të madhe. Edhe nëse ata krejt mirat e dunjas i kanë, por lumturinë e shpirtit nuk e përjetojnë. Lumturinë e shpirtit se përjetojnë o vëllezër. Ndëgjone këtë ngjarje i cili tregon një sheh i Egjiptit për një jo besimtar i cili ka posedu pasuni të madhe. Shumë ka posedu pasuni kë. Të gjithë pasunin që e ka posedu kë, s'ka gjetë lumturi. Thot e kam kërku lumturin në gjitha anët e botës. Nuk kom lënë vend pa e kërku lumturin. Na për harame, na për gjinohe, ka së shku me lyp lumturin. Që shdin ata dhe mendojnë që gjetet lumturia na për asi gjërat e cilat e hidhërin Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot nuk mujta me gjetë lumturin. Por shumë firma ka pas në mesin e firmave tina, e ka pas një musliman, veç një musliman. E qaj musliman kër e pake kë vike i lumtur, vike i knashun, po na i kem punën e tina. Edhe kjo që detke, thaj ke qish ka mundësi, që kë me një rrugë të vogël, edhe më ka një knashun. Qish ka mundësi kë e one shumë pasuni kam, edhe nuk po moj me gjetë lumturin. Amo kjo besimtar, e ka njoftë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe çka ban, vjen një det kjo punëtori, realisht shefi këshyr me sprovu, por me këshyr që api ndryshan zemra e tina, apo po ndryshan lumturia e tina. Çka vendos? Vendos që mja zbrit rrogën gjys për gjys, 50% mja bo. Mja zbrit rrogën këtina. Edhe kjo e pranan. Quhet nesër herët, apet vjen pun, me gjithë atë energjin që e ka pas pa ndryshu kur gjë heq. E respektan shefin e tina, e ban punën si duhet, edhe prap çoditet ky shefi jo besimtar. I thot, e qysh ka mundësi mëre? Qysh ka mundësi me tënë këtë rrugë, ka që të vogël? Edhe ja zvoglova rrugën edhe kjo më o ka një lumtur. Një dit, vjen koha e namazit xhumas, edhe e pyeta ta ban me shku me fal namazin e xhumas. Kjo punëtori musliman. Ndërsa shefi thot po, thot ta ban thot vi edhe unë me ty, nga një vëllazër. Thot ta ban vi edhe unë me ty. Thot po mëre, nuk ka problem. Pasi që vjen ky punëtori me shefin e tij, edhe ulet e ndëgjojnë hoxhën duke fol. Edhe këti rrotullohet zemra, udhëzimi është në dorën e Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe thot këti punëtori, thot a ban thot mi thon hoxhës, po du me pranu islamin. Quhet në kam ky punëtori, thot ja shef, thot a ban 5 minuta thot, se njënin nga të me po dan me pranu islamin. Çka thot hoxha, thot jo 5 minuta, po thot me orë të tëra thot veç aka që vinë në islam. Edhe afrohet kë ngat hoxhës edhe e shqiptan shahadetin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe ndëgjoni pasi që e shqiptan shahadetin, bjen sejdë. Bjen sejdë edhe janë nis me kajt. Edhe qatë shumë që qamë dridhet namaz. Dridhet namaz, me ndojnë gjemati që nuk është diçka në rregull me ta, se po dridhet. Dridhet në sejdë. Edhe ata thojnë atë hekom, i thot hoxha, thot lene. Thot lene, thot leta hek ziftin që e ka në zemrën e tina. E tëri sot quhet ai prej sejdë duke qajt vllazni. E pyet shehu, thot, çka të ka bo tyje me ardhën islam? Të kajt ai thot vallahin, thot e kom lyp lumturin, thot në ton anat e botës. S'kom lën thot ven pa shku për me gjet lumturin. Po thot kurashën sejdë e gjeta lumturin. Kurashën sejdë tha e gjeta lumturin. Allëzër shka nëzirën prej kësoj ngjarje, i nëzirën 2 urtësi të rëndësishme, që besimtari i drejt, i cili e njeh Zotin e tij, duhet të jetë shëmbëltyr me veprat e tij, jashtë xhamis, në punë, kudo që të jetë, do të jetë shëmbëltyr me veprat e tij. Edhe ana e tjetër vllazni,
Sa ka prej njerëzve, prej jo besimtarëve, që vinë në islam shkaki namazit. E na e kem namazin. Edhe nuk ja dim vlerën. Sa ka prej ju besimtarëve që e dini jo ma mirë se onë që e pranojnë islamin edhe thojnë veç për shkak namazit, për shkak se lumturia e vërtet është kur te i bjen sejdë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër, tjetra e cila të bën ty më kon i lumtur, është që ti me përmend vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala. Vazhdimisht që gjua jote më kon e lagun duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalaluhu, alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah. Thot ata të cilët kanë besu dhe zemrat e tyre qetësohen duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. E me të vërtet, me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat e besimtarve. Cili është qelësi i lumturisë? Cila është lumturia e dunjas që na nëse him që ta kina me arrit? Ibn Taymija rahimullah thot, inna fi dunja gjenna, thot në dunja është një gjenet. Men lem jedkhulha gjennet el akhira. Thot në dunja është një gjenet. Kushdo që nuk hen në gjenetin e dunjas, nuk hen në gjenetin e ahiretit. E pëtin i thanë, cili është kjo gjenet? Thot ma'rifetullah, wa mahabbetuhu, wa dhikruhu. Tri ka përmen. Njofja e Allahut, wa mahabbetuhu, edhe dashnia ndaj Allahut, wa dhikruhu, edhe përmendja Allahut. Ma'rifetullah, njofja Allahut, me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. E ti kur të njen Allahun, e adhuron ato, edhe e dën pastaj Allahun. E kur të dën Allahun, e përmend më shumë. Më shumë se sa baballarët e tunë që i përmendën. Ti kur të arrin me dashur Allahun, ki me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej çështjeve tjera vllazni, e cila mund të arrim lumturin, është që t'jemi të kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. T'jemi të kënaqur me ato se çka na godet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. Thot është për më çudi çështja e besimtarit. Inna amruhu kulluhu khair. Çdo sen çka e godet besimtarin është hajër për ta. Çdo sen çka të godet ty në dunja prej sprovave të dunjas është hajër për ty. Por besimtari për me arrit lumturin e kësaj dunjaje duhet i ketë 3 sene të rëndësishme. Për më kanë i lumtur në dunja. E para që e përmenëm është më e rëndësishme se so 2 tjerat. Cilat janë këta? E para është imani. E dyta shëndeti, edhe e treta razia në familje. Nëse i ki qita 3, e ke arrit lumturin e dënjas. Imani, pse e pronëm imanin, besimin Allahun të parin, pastaj e pronëm shëndetin edhe razin. Nëse heket shëndetis, je smut, smuesh, e ki imanin, e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala, se e din që qaja smuj që të ka godit ty, është hajrë për ty. Edhe nëse s'ki razin familjen tane atje, atëheret e ki imanin, i përballan sprovat të cilët i ki ti. Pra vëllezër, pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit. Lumturia e vërtet është të kër shpirtin tanë e ke arrit që tjetë i pasur duke njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, leysa ghina an kathratil ardi. Thot nuk është pasuri me pas shumë material. Walakin al ghina ghina an nafs. Por thot pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit. Kur te arrin me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala, kur te arrin me qetësu shpirtin ton, namaz,
me qetësu shpirtin ton, kur je duke adhuru Allahun subhanahu wa taala, e ke arrit lumturinë e dunjas, e që me lumturinë e dunjas e fiton edhe ahiretin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kërkoni falje sepse Allah është ai i cili fal gjunat. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër, prej çështjeve të tjera të cilat besimtari e arrin lumturin është shukru lillah. Është falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Më kon i kënaqur me çato që Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë. Për shkak se egoja e njeriu, njeri që ka ego, njeri që lyp alo ma shumë, so ka alo ma shumë, nuk mundet me arrit lumturin kur hiç. E lumturin e arrin ai që kënaqet me çato që e ka dhe falënderon Allahun subhanahu wa taala. E nëse falënderon Allahun, Allahu ja shton të mirat atin, ja shton lumturin. Thot Allahu la in shakartum la azidannakum. Thot nëse më falënderoni, unë kum ja shtu të mirat. La in kafartum inna adhabi la shadid. Thot nëse më mohoni, thot dine që dënimi jam është i madh. Lumturia e vërtet tjetër është kur ti hyn namaz. Edhe qetësohesh namaz. Çai tha pejgamberi alayhis salatu wasallam Bilalit, tha ja Bilal, rihna bis salat. Tha Bilal, qetësona me namaz. E nëse hyn namaz, edhe qetësohesh namaz, edhe arrin që shpirti jot më qetësu, e ke arrit lumturin. Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah i përmend 3 gjëra kryesore të cilat besimtari nëse i ka me arrit lumturin. E para është as-sabru 'inda al-bala. Thot sabri, durimi në sprova. Nëse të godet në i sprov tyje, ban sabër. E dyta është shukru 'inda an-ni'ma. Thot me falendëru Allahun subhanahu wa taala për të mira që i ki. Edhe e treta thot wat-taubatu ba'da adh-dhunub. Dhe me u pendu kur ti ban gjunahe. Sa herë që ti ban një gjuna, pendoj Allahu subhanahu wa taala. Për ndryshe, nëse ti ban gjuna, si u pendohesh Allahut, ban gjuna, si u pendohesh Allahut, derisa vjen shejtani të mashran ty dhe e hek lumturin prej zemrës tonë që e ki. Por ti nëse ban gjuna, edhe pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala, tripërtrit imani jot dhe arrijet qetësia e zemrës tonë dhe lumturia e kënaqësisë shpirtërore. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na i përmirëson zemrat tona. E lutem Allahun që Allahu të na i pastron zemrat tona. E lutem Allahun që Allahu të shtin dashuri në zemrat tona për njëri tjetrin. E lutem Allahun që Allahu të na mundson që të jemi të lumtur në këtë dynja dhe të jemi të lumtur në ahiret kur të jemi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dërgoni salavat për më dashnin e njerëzimit, për më dashnin ton pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se si jetohet jeta, i cili na mësoi se si është lumturia e vërtet. E nuk ka dyshim se lumturia e vërtet është kur ti e njeh Allahun dhe e adhuron ata.